Në shtëpinë e Big Brother Kosova, ku dinamika mes banorëve është gjithmonë e paparashikueshme, Alba ka vazhduar të mbajë një rol të spikatur dhe shpesh kontradiktor. Ajo nuk ka ndalur me të njëjtin ritëm të provokojë situata dhe të testojë kufitë e banorëve të tjerë, duke krijuar tension dhe diskutim mes pjesëmarrësve. Një nga episodet më të fundit që tregoi këtë ishte kur Alba vendosi të lagë me ujë Benitën dhe Labin, një veprim që nuk kaloi pa u vënë re nga kamera dhe publiku. Ky gjest, megjithse duket si lojë e thjeshtë ose një provokim i pafajshëm, pasqyron karakterin e saj të fortë dhe mënyrën se si ajo i percepton marrëdhëniet brenda shtëpisë. Për Alban, këto veprime janë një mënyrë për të testuar limitet, për të shfaqur dominimin dhe për të mbajtur vëmendjen mbi vete. Por në një ambient ku çdo veprim ka pasoja, ato nuk mbeten pa reagime. Benita dhe Labi, si të prekur nga ky veprim, nuk mund të mos ndihen të irrituar dhe të sfiduar, duke e bërë situatën më dramatike. Shtesa e tensionit ndodhi kur Alba u përball me nominimin. Pasi doli në nominim me një zarf të zi, publiku dhe banorët panë se as kjo nuk i ndryshoi qetësinë ose ritmin e saj të veprimeve. Alba nuk duket se i mbyllet mendja nga këto paralajmërime, duke treguar një qëndrim të vendosur dhe shpesh të pabindur ndaj rregullave dhe pritshmërive të lojës. Kjo e bën atë një nga banorët më të diskutueshme, por edhe më të spikatura brenda shtëpisë. Ky kombinim i provokimit dhe mosbindjes është një tipar që publiku e ndjek me interes. Shumë e konsiderojnë Alban si të guximshme dhe të pavarur, një banore që nuk e frikson as presioni, as nominimet, dhe që di të mbajë ritmin e saj pavarësisht situatës. Të tjerë e shohin këtë qëndrim si egoizëm ose mungesë reflektimi, duke pyetur nëse veprimet e saj do të ndikojnë negativisht mbi marrëdhëniet me banorët e tjerë dhe mbi mbështetjen nga publiku. Në thelb, veprimet e Albës tregojnë se Big Brother Kosova nuk është thjesht një lojë strategjie, është një labo.